Prej 6 vjetësh nuk mund t'i marrin shërbimet në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale qytetarët që kanë nevojë për trajtim kirurgjik të anomalive të lindura të gojës, nofullës dhe fytyrës. Për pasojë që nga viti 2019, 52 qytetarë figurojnë në listë të pritjes për kirurgji ortognatike. Një nga ta ka treguar në kushte anonimiteti se për mungesë shërbimi është ankuar edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Ky repart që nga koha pandemisë ofron shërbime vetëm për rastet urgjente, duke lënë jashtë mundësisë për trajtim të pacientëve me raste të ftohta ose të planifikuara. Mungesa e mundësisë për trajtim të rasteve të ftohta ka krijuar vonesa dhe pasojë negative në shëndetin tim të prekur, duke përfshirë mundësinë e përkeqësimit të gjendjes sime deri në atë pikë sa mund të kërkoj trajtime më të shtrenjta dhe më të komplikuara. Drejtori i klinikës së kirurgjisë maksilofaciale Albano Luri arsyetoi mungesën e shërbimeve që nga 2019 dhe vlerësoi se te pacientët që presin duhet bërë korrigjime estetike, anise anomalitë e tyre janë të lindura. Atëherë ka qenë arsyeja e anesteziologëve, sot qëndron po ashtu arsyeja e anestezionit se nuk mund të lëjmë me pritje rastjet që kanë tumore apo anomali tjera të lindura, apo gjona tjera, patologji të tjera, infeksione apo çfarë do tjetër, e të marrim të operojmë një pacient që ka nevojë për korrigjime estetike. Përveç asaj kemi mungesë të pllakave të materialit shpenzues që përdoren në rastet e tilla, që quhen pllaka të ostosintezës. Luri thot se klinika ka kërkuar të furnizohen me 6 sete të pllakave për një periudhë 3 vjeçare, por se tenderet e hapur deri më tani kanë dështuar në mungesë të ofertuesve. Në momentin që furnizohemi me materialin shpenzues për kirurgji ortognatike, që hin kuadër të kirurgjisë estetike, na do të fillojmë, po jo për një herë. Në QKUK thanë se në periudhën prej rreth një viti e gjysmë prej kur është emëruar menaxhimenti aktual i klinikës, janë zhvilluar 2 procedura të prokurimit dhe një është e hapur. Janë ndërmarrë hapa konkret për inicimin dhe procedimin e kërkesave për furnizim me sete të pllakave dhe vidave të nevojshme për trajtimin kirurgjikal të pacientëve me trauma kraniofaciale. Për këtë qëllim janë zhvilluar 2 herë procedura të prokurimit publik, të cilat fatkeqësisht kanë dështuar për shkak të mungesës së ofertave të përgjithshme nga operatorët ekonomik. Aktualisht procedura për furnizim është në proces. E për aq kohë sa nuk lidhen kontratat, 52 pacientëve në pritje nuk do t'u ofrohet shërbimi i kërkuar.